Ndryshe në Top Albania Radio. Bashkë dhe është momenti për të falenderuar Flor Pharma në shtëpinë farmaceutike Flor Pharma, e cila i është bashkuar programit Ndryshe prej disa javësh, dhe sugjerimet që vijnë nga Flor Pharma është ibuprofeni Damadol, i pari ibuprofen stick i pishëm në formë stick pack pa ujë. Është lehtësim për gjitha simptomat e gripit që kemi, që uroj të mos i keni këtë sezon, po afroni ftohti edhe diet virozat që na vijnë vërdall. Gjithashtu edhe Melagyn gel për zonën intime, për ta patur sa më të butë. Ashtu qili. Dhe funksionale. Dhe funksionale, dhe të pastër. Ne jemi karagjozë. Jemi karagjozë, dhe me që jemi këtu, të lutem luaj pak dhe zhbëlsh me hyrjen spektakolare të Çilieta Xhilak. Sa vite ka Salsa? Në 2007. 2007. Play. Sa i ke qenë? Kanoka, hajt na kanoj e të veshi, shpejt. Qa ka bë mirë? Punët mirë? Ne gjëtre? Avash. Sa pas ke bërë? Na fëgjëma, e kërë si gjëma. Na falali. Na bëj Allah, dali. Ashtu do këndojmë apo jo? Po, do kënoj, na kënoj kong me zemra ime, na kënoj kong. Tequila? Tequila, no so problem, është këno. Tequila bizdua, t'ja di, çfarë thua ti, vazhdoj, jetoj, asgjë s'mendoj, do të marrë dhe një tequila dhimbja. Ja, këtë më dako tjetër. Do t'i do. Du, si s'du, ba. Do t'i do, me zemrën kërkon të vuash në gjë më so, sa ki zemër do të vuash, do t'i do. O shpiti, ato tjetër. Tjetër, më bërë. Ka? Ama të tjetër që me muzikë shumë, dhe më, atë. Që është me muzikë? Se kam bërë se në një shëvi me gjithë më shëvi me Sa kongë. Shumë mirë potin. E kuptua. Është perl. Qa të bëmë? Fantastike, shumë e bukur. Dhe me shpejt. që jemi tek Portokallia ka ndryshuar ditën, por jo skenën dhe humorin, është çdo të shtunë në orën 19 në Teatrin e Madh, në Kashar, në Top Channel. Për ta parë live. Transmetimi dihet është të dielën. Kështu që pronotoni biletat tuaja sepse shitet shumë shpejt. Ikim fluturojnë. Jemi tek do ti do. Sa bukur u lidhen gjëra. Tani jeni në dorë të Elonës. Kënga Unë e jam dorë nga ty. famshme. Kënga e famshme e Top Fest më shumë se 15 vite më parë. Do. Aq. Më shumë. Më shumë pra, po them se 15 vite më parë. Ja 21 vjet më parë. 21 vjet më parë. Çilieta, do ti do është kjo pjesë bashk. Do më mirë të këndosh a më do çdo mëngjes, apo të mos dëgjosh kurrë më këngët e tua, ato këngët e tyre vite. Të më këndoj bança imi. Çdo mëngjes a më do. A më do? Po si e këndon apo? Po jam të këndoj. Do doje ti. Tu më pite tu këndoj. Mirë. Do më mirë të rish një javë pa telefon apo pa make-up? Pa make-up. Pa make-up. Unë ri pa make-up gjithsesi. Do më mirë të kesh një duet me Luizellin apo me Stresin? I kam shok që të dy, po nuk është natyra ime fare as me njërin as me tjetrin. Me asnjërin. Shumë mirë. Do më mirë të jesh sërish Çilieta e viteve 2000 apo Çilieta e viteve 2025? Një gjë in the middle, në mes Në të mes. kësaj. Domethënë as mos të harrohem fare siç harrohem unë. Okej. Po as mos të jem on the top, le të themi tërkohën se nuk e përballoj dot më. Do më mirë të intervistoj Alketa Visiu apo Bjeta Sulo? Po timi dashurit ti. Po qa bëhet shumë edhe noisy tha. Nuk ka tha më seksi tha. Po qa ka më sot? Po je mirë. Shpëtojnë. Do më mirë të të ngatrojnë me një influencuese të re apo të të quajnë veterane? Veterane me shpirt. Veterane. Mi ta bëjmë një pyetje? Ja. Doje ministre kulture apo kryeministre? Sa e shpiku të shikta.
kryeministre vllata bëja vet ligje. Ashtu, Le të bëj gjëra siç doja unë, jo tisha e varur nga dikush të bëja siç donin tjerë. Dgjoj, mirë, nëse do ishte kryeministre, çfarë gjëja pa që do ndryshojë në Shqipëri, kush do të ishte? Është pyetje shumë e thellë, kjo na duhet një ditë tjetër për të folur. Mirë, mos e çe përgjigjen. Di vetëm një gjë. Qoftë do ta kisha bërë ndonjë, do ta kisha bërë kaq prefekt. Ashtu? Edhe kaq të drejtë këtë gjë. Të drejtë po, nuk diskutohet. E pa diskutueshme. Po për perfekt nuk e dim se s'varet çdo gjë aty. Asnjëherë nuk e di. Çdo gjë Do më mirë të blesh rroba apo ushqim kur je në stres. Rroba me zemër të shtresën, Shopping. Do më mirë të hash një pjatë pa krip apo një pjatë pa dashuri? 10 pjata pa krip. Kjo është Cileta Gjiliaka, the one and only, siç e prezantova në hyrje. Mirë, Edhe në dalje. Shumë si do që të dimensionale. thënë asgjë, nëse s'do tregosh mos trego. Tani plani e këngës na thënë, një plan tjetër ke? O, vdes se ta nxjerrim, o vdiq. Po, kjo kot. Po kot mi kot, ti që më marr gojën e. Po ç'do të them? Ç'do të them? Mos ta thuaj asgjë. Kismet. Po e di unë as vetë se di. Për shembull, ke plan të bësh një goc? Në plan e kam. E ke vërtet? Po e kam në plan. Të po. Ta vëkur? Te kam vendosur, por që tani do bësh një film tjetër domethënë. Ora un kam 4 vjet që tentoj me Albanin, po. E doni goc apo çun prap? Shiko, unë dua një gocë sepse është më mirë për të tre çunat në shtëpinë time, duhet një gocë ekuilibruese. Se vdiqja duke ekuilibruar gjithë gjonat vet. Ta fjell zoti sa më shpejt o zot. Por që edhe po se bëm dot kështu në mënyra natyrale. Ka mënyra të tjera. Me një mitra. Ashtu. Pra je vendosur për ta çuar deri në biles nesër. Ka shumë kjo gjëja. Bëj 2 goca. Bëj për 2 goca në ditë. Edhe bëj një treshe pastaj. 3 çuna, 3 goca. Po si 3 goca, 2 do bëj. Me gjithë 10. Po, më tita edhe ti matematikën tani. Harrova, po unë dobët kam që matematikë. Cili na kënaqe sot, të kënaq. Dgjoj, talentet janë dobët matematikë, që ta dish. Që ta dish këtë. E vërtetë është. E di se s'është se na punon një lloj hemisfere tjetër neve. Është që më mban Lorenci ato fatura. Kjo shifra dhe plot që kemi të shifrave. Kjo tjetër. E kemi ekselente. Po tani na kënaqe po thoshta edhe të kënaqë dashuria jote, familja jote, Zoti. Amin. Mami është mirë, besoj. Po shumë mirë. Faleminderit Zot, është shumë mirë, po shumë mirë. Shëndet për të gjithë ju edhe sukses e paqe dashur. Kjo vlen dhe për të dy juve, ishte kënaqësi që isha me juve, me 2 miq të mi të vjetër, shumë, kështu që un dal çikra. Do i bësh fala shumë Albanit. Pa diskutim, pa diskutim. Nga Cërriksi. Tash një drejt në Cërrik edhe do ta ham, se ke një 3 vjet që na ke premtuar. Ke bretkocat apo ke bretkocka? Bretkocat. Tash ai bretkoca do na japi drejt fala si bëm reklam radi. Ska, nuk e kemi bretkoca, kështu që. Se vetëm ai është aty? Në Cërrik ka vetëm një restoran? Më i mirë ja ke hurmat më duket. Se i bëjmë nga jeta është mirë, okay. Po hapra na mbledh Çili. Ne ja të themi Bançës dhe Salsanos ta marrë na mbledhin. Është shumë besim ka Albani se sa ke Salsano në këtë pjesë. Si, ke 3 vjet që na rre bretkosat. Ja Albani ka sezonin tani ato, më duket se kam. Ato fillojnë në maj, tani do han bretkosat, s'ka fare, bretkosat kanë ikën, kanë gol. Ne do përshëndesim Çilin me këngën e Julio Iglesias, si kishte titullin? Una donna può cambiare la vita, një grua mund të ndryshojë jetën. Është tamam ajo që ka bërë Çili. Do ta dëgjojmë tani edhe do kthehemi ta mbyllim të 3 emisionin. Hajde, transmetojmë. Shkojmë. I tham gjitha me Çilietën, tani s'kem punë fare. Çil, ti do rish vetëm ose di s'ke mbyllet ti këtë emision. Mbyllet ti këtë emision. Edhe për kanali 10 që është i ri. Kanali 10. Edhe të martën tjetër do takojmë prap, thuaj. E di ti që un kam qenë prezantuese radio 14 vjeç. Ke Radio Stinus? Ka lënë gjë pa bër. Me Florin, të dy Flori ishte DJ atëherë. Unë klas 8 isha prezantuese këngët e shekullit. Çfarë thua me? Po. Hajde pra pas ke rastin të ri. Të rikthehesh edhe në prezantim siç u riktheve në muzikë. Të nderuar dëgjues, këtu mbyllim emisionin sonte. Jo dëgjues, po edhe shikues kanali 10 digital. Po qim edhe shikues, po jam e re, mos ma vini re. Në kanalin 10 në digital, na gjeni një në javë me mos sa jemi. Çdo të martë në Top Albania Radio. Kjo ishte dhe ajo gjithçka që bën sot. Faleminderit shumë Elona. Faleminderit ty. Faleminderit Çili. Faleminderit të gjithë ata që na ndoqën jo vetëm në radio, por edhe nga televizioni. Unë them të filloj këtu me ju prezantues, më pëlqen kjo ide e mikrofonit. Nuk është keq. Të thash që do kalosh një kohë të mirë me ne. Edhe jam e sigurt që do rikthehesh. Uroj të rikthehesh veti dytë.
Veti dytë? Tjetë shtatzon. Tjetë shtatzon? O, dori kthe. Inshallah. Natën gjithë dhe kalofshi mirë.